punën që jam të e bo, ndjeme edhe krenare I lumtur që edhe shteti po e nënshkruan historinë tonë kombëtare. E sot po ta nderin të pres të parën tonë të nderuar Vjosen Osmani, e cila e ka nënshkru si simbolik për ta kryeministri Albin Kurti dhe kryetari I Parlamentit Vlau Konjuca. Shumë faleminderit që keni gjetë kohën për më orë këto. Ky projekt që po e shihni është për 1433 qytetarë të Kosovës. Gjithë Europën jeni që sot ne po jetojmë të lirë. Pal Nusret Tanës, I cili ma ka mundësu për mi marrë emër dhe emër dhona të tyne. Unë jam këto për të prezentuar një përkujtim për ta dhe të mbesin në historinë tonë kombëtare. Si simbol për ta për t'i kujtuar, të ka pas që zonja parë e Kosovës të nështruj si simbol për ta. Falenderoj nga zemra. Mirëmëngjes të gjithëve, sot sikurse çdo vit përkujtojmë epopenë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila I dedikohet përkujtimit tonë të përbashkët në këtë kohë lirie, për secilin dëshmor, për secilin hero, për secilin martir që ka dhënë jetën për Kosovë, por mbi të gjitha I kushtohet sakrificës, guximit dhe trimërisë pa shoq të treguar nga familja Jashari me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Ata luftuan shumë më gjatë se sa vetëm përgjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht duke I shndruar kullat e Jasharajve në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot e mbron Kosovën, e mbron lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj. Nga këtu jo vetëm ne si breza që e përjetuam luftën, por edhe brezat e rinj, edhe fëmijët tonë inspirohen për rrugën përpara, për mbrojtjen e lirisë së arritur me sakrifice me gjak, por mbi të gjitha na përkujtohet secilit se sa I lartë ka qenë çmimi I paguar për lirinë tonë, sepse përveç komandantit legjendar I cili luftoi së bashku me babain e tij Shabanin, vllaun Hamzën dhe me shumë anëtar të familjes, siç e dini shumica dërmuese të rënëve nga familja Jashari ishin gra dhe fëmijë që e bën edhe shumë më të madhe dhe më të shenjtë këtë sakrificë të familjes Jashari. Asnjëherë nuk duhet të harrojmë, asnjëherë nuk duhet të devijojmë nga rruga e shtruar nga kjo sakrificë e heronjve dëshmorëve e
martirëve dhe gjithnjë kjo rrugë dhe kjo sakrificë do të shërbej për secilin prej nesh si dritë udhërrëfyese në forcimin e Kosovës e cila çdo ditë po bëhet më e fortë dhe më prosperuese për qytetarët e saj. Lavdit gjithë herojnëve të kombit, rënoft ushtria çlirimtare e Kosovës dhe Republika e Kosovës për të cilën ata e dhanë jetën. 59 veta gjithsej, rreth gjysma gra e fëmijë u flijuan me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 për çlirimin e Kosovës, për lirinë, pavarësinë dhe bashkimin. Epopeja e UÇK-s i dha një hov të pandalshëm kryengritjes së armatosur dhe luftës çlirimtare, shpërthyen demonstrata gjithpopullore dhe solidaritet i papar historikisht ndërmjet shqiptarëve në Ballkan, por edhe gjithandej në Mërgat, e njëkohësisht edhe u vetëdijsua e ndërgjegjësua edhe publiku ndërkombëtar, edhe diplomacia botërore. Sot, Basa Shaban do të ishte 100 vjeç, e si vjet Hamza do të bëhej 75 vjeç, e Ademi 70 vjeç. Ata nuk i kemi më fizikisht, por ata kanë vetëm ditëlindje. E kanë 2 prillin, 19 prillin dhe 28 nëntorin. Ndërkaq vdekja e tyre, rënja e tyre, heroike është epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe tash ndonse nuk e kemi kryekomandantin Adem Jashari, Basen Shaban e Hamzën dhe të gjithë të tjerët të Jasharëve që u sakrifikuan para 27 vjetëve, e kemi Basen Rifat që do ta vizitojmë me shpinë plot nipa e mbesa, por mbi të gjitha e kemi Kosovën Republik me demokraci dhe zhvillim. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari, lavdi familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit shqiptar. Të gjithë së bashku, krerët e institucioneve, e po ashtu edhe ministrat dhe çdo qytetar i Kosovës për të përkullur para varreve të Jasharëve të rënë në vitin 1998. Për arsye se familja Jashari është krijuese e ushtrisë shqiptare të Kosovës, është esenca e UÇK-s, e po ashtu e ka bërë edhe aktin më të lartë, aktin më sublim të sakrificës për lirinë e vendit tonë. Ata si familje e kanë pas të mishruar në zemrat dhe në shpirtin e tyre një të vërtet e cila e ka shpëtuar popullin e Kosovës, e kjo e vërtet është se liria nuk fitohet pa armë në dorë, duke luftuar me armë në dorë, dhe nuk fitohet pa i dhënë dëshmorët e vetë. Kështu veproi familja Jashari dhe për këtë arsye ne si këmbë, si popull, i detyrohemi më së shumti për lirinë dhe për çlirimin e Republikës Kosovës familjes Jashari. Lavdi të gjithë të rënëve të Jasharëve, lavdi të gjithë të rënëve për lirinë e popullit tonë. Për me nderu komandantin legjendar Adem Jasharin, familjen legjendare Jashari, për gjithë që ka kanë bërë për vendin tonë, për lirinë, për demokracinë, për paqen të cilën sot ne e jetojmë, e festojmë, edhe për arsyen që tani mundemi me planifiku vetë për të ardhmen tonë. Është një nder i madh që mundemi sot me qenë këtu edhe me qenë në prezencë bashkë me gjithë këta fëmijë të mrekullueshëm që po vinë edhe nga shkollat e kryeqytetit, po edhe nga shkollat e gjithë Kosovës, sepse kjo është një kulturë, një traditë, kjo është një gjë që duhet me u ditë, me u mësu në për gjitha shkollat tona, me u mbajt mend, me pas një respekt për të kaluarën tonë, që ta ndërtojmë të ardhmen tonë sa më të mirë. Si kryeqytet, dini kemi marrë iniciativa të ndryshme tani, dje patëm edhe një orë ligjërate në shkollën Shkëndija, ku
fëmijët tonë tashmë kanë pjesë të kurrikulës që mësojnë për luftën e cila është zhvilluar në të 90-tat luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës edhe proceset në të cilat ne kemi kaluar. E po them sot këtu nderin më të madh për komandantin ton legjendar Adem Jasharin. Më falenderoj edhe komandantit Sopi këtu që është së bashku me neve që na ka bashkangjitur në këtë pjesë ceremoniale. Dhe njëherë të festa, inshallah ka gërmia, inshallah vitet e ashme edhe ma mirë, se gjithë, kështu më stepoj të losh këtore, Për disa është hera e parë. Isufi ka qenë edhe në luftë që kësë edhe në TMK, PSK tash prej fillimit dënitën e një dhe Ismetin e dritën kanë qenë ma herët. Gjithsesi. Edhe Rejhani është, Albana, Djelza, Blina, Ridvani. Po shëqër zoti që po kemi kujt mi halon mrapa. Po i zoti shpis, po kjo ke halon mrapa. Dorë ka Jasharin e Muhimet. Atëre po pak më e ri, da shkoj, sa me do pana. Po me zvete, po më do. Ma po ndosh. Unë sa unë gjithë më mirë më ka qitë. Mirë. Unë me festa të zëve, i shola shëndeti, i shola jetën më mirë e më morë. Pa dhe lena në rrugën të mirë.